Horoskopi ditor, 6 janar 2026, Dashi, sot mund të ndihesh më i vlerësuar dhe më i admiruar në punën tënde ose në një nivel publik, Dashi. Është një ndjesi e bukur kur të tjerët e njohin përpjekjen dhe përkushtimin tënd, dhe kjo të jep një energji pozitive për të vazhduar. Mund të ndihesh rehat duke marrë vëmendjen e duhur dhe kjo gjithashtu mund të sjellë përfitime në biznes ose projekte profesionale. Sot është një ditë e favorshme për të zbukuruar, për të shtuar stil dhe për të krijuar një përshtypje të mirë te të tjerët. Ka ditë kur duhet të ndjekësh gjërat dhe ditë kur është më mirë t'i lehtësosh gjërat të vinë vetë. Sot është një nga ato ditë kur tërheqja jote dhe qetësia e brendshme të ndihmojnë të tërheqësh përfitime pa shumë përpjekje. Megjithatë, ditët në vijim do të kërkojnë që të marrësh një rol më aktiv dhe të ndërmarrësh veprime konkrete. Sot ke energji të shkëlqyer për bashkëpunim dhe për të punuar me të tjerët në mënyrë harmonike. Një qasje më e orientuar drejt qëllimeve dhe planeve personale të jep kënaqësi dhe ndihesh më i plotësuar, ndërkohë që përparon në projektet dhe ambicjet e tua. Demi, sot magnetizmi yt personal është i fortë, Demi. Tiparet e tua më tërheqëse dhe më tërheqëse janë në qendër të vëmendjes dhe njerëzit rreth teje janë të interesuar të dinë si ndihesh dhe çfarë mendon. Një ide, një qëllim ose një projekt i ri të ngrohë zemrën, pasi dielli dhe Venusi janë në harmoni në shtëpinë tënde të nëntë astrologjike, që lidhet me zhvillim personal, udhëtime dhe njohuri të reja. Sot mund të ndjesh një ndjesi shprese dhe optimizmi për diçka që nuk e kishe përjetuar prej kohësh. Kjo periudhë favorizon bashkëpunimin dhe harmoninë, prandaj marrëdhëniet dhe kontaktet me të tjerët ecin më lehtë dhe me qetësi. Gjithashtu, mund të ndjesh një dëshirë të fortë ose nevojë për të nisur diçka të re, qoftë një temë, një fushë interesi apo një aktivitet jashtë shkollës ose punës. Është një moment i mirë për të filluar diçka që të pasionon dhe që të sjellë rritje personale dhe kënaqësi. Binjakët, sot tërheqja jote është misterioze, por shumë e fortë, binjak. Energjia që rrethon të tjerët është e ngrohtë dhe pozitive dhe ndihesh më i fuqishëm në kontaktet me njerëzit. Edhe pse mund të kënaqesh duke kaluar pak kohë vetëm, është po aq shpërblyese dhe çliruese të zgjidhësh probleme me të tjerët dhe të bësh paqe. Dielli dhe Venusi janë të bashkuar në shtëpinë tënde të tetë astrologjike, që lidhet me transformime, burime të përbashkëta dhe marrëdhënie të thella. Diplomacia dhe qetësia janë çelësi për të arritur zgjidhje paqësore për problemet e fundit. Sot mund të flasësh për çështje delikate me lehtësi dhe takt. Duke u mbështetur edhe te intuita jote e fortë, sot mund të ndihesh tërhequr nga zgjidhja e mistereve ose sfidave komplekse. Dëshira për rritje dhe ndryshim është e fortë, dhe ndarja e ideve me një mik të afërt ose partner mund të jetë shumë stimuluese. Ky është një moment i mirë për të përforcuar lidhjet dhe për të nxitur kuptimin reciprok. Gaforia, sot je në formë të shkëlqyer për të përmirësuar marrëdhëniet me të tjerët, Gafore, pasi dielli dhe Venusi janë të bashkuar në sektorin tënd të marrëdhënieve. Tërheqja dhe mbështetja e të tjerëve vijnë lehtësisht dhe ndikimi yt personal është i fortë. Është një kohë shumë e mirë për të treguar kujdes dhe dashamirësi përmes gjesteve të ngrohta, duke mbajtur gjërat miqësore dhe të lehta. Nuk bëhet fjalë për të fshehur problemet, por nuk është as koha për të shprehur emocione të forta dhe të paqarta. Sot mund të ndjesh shpresë dhe optimizëm për marrëdhëniet, edhe nëse kjo ndjenjë nuk ka qenë e pranishme për një kohë. Mund të kesh zbulime të rëndësishme ose përparime në marrëdhëniet e tua. Problemet e përbashkëta me një partner ose mik mund të zgjidhen me mënyra shumë kreative dhe frymëzuese. Në përgjithësi, dita është ndriçuese dhe mund të ndihmojë të forcosh lidhje, të tregosh për kujdesje dhe të krijosh një atmosferë harmonike rreth vetes. Luani, sot dielli dhe Venusi janë të bashkuar, Luani, dhe kjo ndihmon të përmirësosh marrëdhëniet shoqërore, të krijosh paqe dhe harmoni. Ky ndikim ndihet veçanërisht në punë, në aktivitetet e përditshme ose në kujdesin për shëndetin, pasi kjo bashkim ndodh në shtëpinë tënde të 6 astrologjike. Sot mund të ndjesh kënaqësi ose krenari për punën që bën, shërbimet që ofron,
për kushtimin tënd ose për kujdesin për shëndetin. Do të arrish të vësh re aspektet më pozitive të rutinës dhe të përgjegjësive të përditshme, dhe ndonjëherë dikush të ndihmon të shohësh anën e mirë të gjërave që bësh çdo ditë. Je në gjendje të punosh me qëllim për të dukur më mirë dhe për të lënë një përshtypje të mirë tek të tjerët. Dhe rezultatet mund të jenë të shkëlqyera. Tërheq njerëz të interesantë dhe ide të reja që të japin energji dhe motivim. Gjithashtu, sot është më e lehtë të shohësh përfitimet dhe mundësitë që lidhen me punën, detyrat dhe qëllimet për shëndetin, duke të dhënë një pamje më të qartë për të ardhmen. Virgjëresha, sot energjitë janë të ngrohta dhe plot shpresë. Virgjëresh. Hëna hyn në shenjën tënde, duke nxjerrë në pa emocionet dhe duke i bërë ato të ndihen më të gjalla dhe të thella. Në të njëjtën kohë, dielli ndriçon perspektiva të ardhshme lidhur me dashurinë, kënaqësitë dhe mënyrën si shpreh veten, duke u përputhur me Venusin në shtëpinë tënde të pestë astrologjike. Sot ndihesh i motivuar të ndash më shumë nga vetja me të tjerët ose ndoshta dëshiron të fillosh diçka të re, qoftë në kohën e lirë apo në jetën romantike. Energjia e bashkëpunimit është e fortë dhe je në një pozicion të shkëlqyer për të tërhequr vëmendje pozitive. Transtitet e ditës rrisin tërheqjen tënde personale dhe ndihmojnë që të ndihesh mirë për veten dhe kohën që i kushton shprehjes së vetvetes dhe kënaqësive të vogla. Ky është një moment shumë i favorshëm për të përqendruar në aktivitete artistike ose kreative, ku mund të japësh maksimumin e potencialit tënd dhe të shijosh procesin e shprehjes së vetes. Peshorja, sot energjitë e bashkëpunimit janë shumë të forta, peshore, dhe kjo mund të të ndihmojë të arrish një kuptim të ri ose qartësi për diçka që ke në zemër. Është një kohë e favorshme për të sjellë më shumë harmoni dhe ngrohtësi në jetën personale. Çështjet e familjes mund të jenë një motivim i madh, ose fokusin mund ta vendosësh tek kënaqësia e plotë e ambientit të shtëpisë. Dielli përputhet me Venusin në shtëpinë tënde të katërt astrologjike, duke nxjerrë në pa rëndësinë e familjes dhe jetës së brendshme. Sot është shumë e dobishme të kanalizosh energjinë tënde në një projekt shtëpie që thjeshton dhe përmirëson jetën e përditshme. Ky tranzit mund të jap një ndjenjë të jashtëzakonshme shpresë dhe motivimi. Çështjet familjare ose përmirësimi i shtëpisë mund të jenë pikënisja për të ndjerë kënaqësi dhe qetësi. Në përgjithësi, dita është e favorshme për të sjellë rend dhe harmoni në jetën e brendshme, për të përmirësuar marrëdhëniet me të afërmit dhe për të ndjerë një energji pozitive dhe shpresë për të ardhmen. Akrepi, sot dielli dhe Venusi takohen në sektorin tënd të komunikimit, akrep, dhe kjo të bën të tërheqësh vëmendjen dhe mirënjohjen për mënyrën se si shpreh veten, për ato që po mëson ose po ndan me të tjerët. Energjia e ditës është shumë e favorshme për të lidhur marrëdhënie dhe për të kuptuar më mirë nevojat e tua dhe të tjerëve. Mund të ketë shumë biseda mbi marrëdhëniet ose thjesht ato janë në mendjen tënde, pasi ky tranzit ndodh në sektorin e mendjes. Njerëzit bashkëpunojnë me ty lehtësisht dhe ke aftësi të gjesh informacionin që të nevojitet pa vështirësi. Sot mbizotëron një pamje optimiste dhe e lumtur, e cila shfaqet qartë në diskutimet dhe ndërveprimet me të tjerët. Është një ditë e mirë për të ndërtuar marrëdhënie të forta dhe për të ndarë mendimet dhe idetë tuaja në mënyrë të efektshme dhe të këndshme. Shigjetari, sot ndjen një dëshirë më të fortë se zakonisht për rehati dhe ngrohtësi. Shigjetar, pasi dielli dhe Venusi përputhen në sektorin tënd të burimeve dhe financave. Mund të ketë një dhuratë, një bonus ose një kënaqësi të veçantë që të sjellë gëzim. Ka gjithashtu një tendencë për pak shpenzim ose për të kënaqur me gjëra të bukura dhe të shtrenjta. Megjithatë, kjo është një kohë e mirë për të zgjeruar perspektivën mbi biznesin ose financat, pasi motivimi yt për të arritur sukses rritet. Një blerje e mençur ose një veprim i zgjuar financiar mund të ketë ndikim të madh tani. Sot mbizotëron një ndjesi shprese, sidomos lidhur me paratë, gjërat materiale, rehati dhe ndjenja e vlerës personale. Është një moment i favorshëm për të vlerësuar ato që ke, për të bërë zgjedhje të mençura dhe për të planifikuar mënyra që të rrisin sigurinë dhe komoditetin në jetën tënde.
Bricjapi, sot dielli dhe Venusi bashkohen në shenjën tënde, Bricjap, dhe kjo të vendos në qendër të vëmendjes. Ky tranzit ndriçon perspektivat të ardhshme lidhur me dashurinë, çështjet kreative, imazhin dhe kënaqësitë personale. Je i motivuar të ndash më shumë nga vetja në mënyrë spontane, ose të gjesh më shumë kohë për gjërat që të bëjnë të ndihesh mirë. Mund të ndihesh më romantik se zakonisht, ose të zbulosh një pasion të ri që të mbush me kënaqësi. Tërheqja jote personale është shumë e fortë sot, njerëzit të gjejnë veçanërisht argëtues dhe interesant. Zemra jote është e hapur, ndihesh i dashur dhe i prirur të kujdesesh për veten. Tiparet e tua më tërheqëse dhe të bukura janë në qendër të vëmendjes, duke të bërë të impresionosh të tjerët më shumë se zakonisht. Sot është një ditë për të shijuar vetveten, për të treguar karakterin tënd të veçantë dhe për të marrë vëmendjen që meriton. Ujori, sot energjitë janë shumë të favorshme për kontakte dhe lidhje të kënaqshme. Ujor. Hëna kalon kohë në sektoret e marrëdhënieve dhe intimitetit tënd, duke të bërë emocionalisht më të lidhur dhe të vetëdijshëm për marrëdhëniet që ke. Në të njëjtën kohë, dielli dhe Venusi përputhen në sektorin tënd të privatësisë, dhe mund të marrësh mbështetje të këndshme nga burime të papritura ose të fshehta. Mund të gjesh gjithashtu një zgjidhje paqësore për një problem të vjetër. Një surprizë e këndshme nga e kaluara mund të ketë një ndikim të fortë sot, dhe kjo tranzit mund të sjellë një lidhje të re ose një kuptim më të qartë mbi një marrëdhënie të kaluar. Sot mund të vlerësosh ose të marrësh njohje për veprimet që ke bërë më parë. Është një kohë për të shijuar ndjenja të mira në botën tënde të brendshme dhe private. Energjitë e ditës bëjnë që çështjet personale dhe emocionale të kenë prioritet mbi çështjet më të jashtme dhe materiale. Peshqit, sot tranzitet e ditës të ndihmojnë të arrish zgjidhje paqësore për problemet, peshq, edhe ato që më parë kanë dukur sfiduese. Dielli dhe Venusi përputhen në sektorin tënd shoqëror, duke të dhënë energji dhe një shtysë pozitive për jetën sociale dhe qëllimet e lumturisë. Ky ndikim mund të veprojë si një rrezë shprese, duke të frymëzuar të fillosh diçka të re ose të rigjallërosh marrëdhëniet dhe aktivitetet e tua sociale. Është një moment i mirë për të eksperimentuar me ide të reja, për të kontaktuar njerëz dhe për të zgjeruar rrjetin shoqëror. Dëshira jote për të kënaqur të tjerët është e fortë, veçanërisht me miq ose në grupe. Dhe populariteti yt rritet. Miqësitë mund të forcohen përmes gjesteve të ngrohta dhe shprehjeve mirënjohjeje. Sot mund të ndihesh i zënë me aktivitete të ndryshme, por ndërkohë dita të bën të ndjesh më shumë dëshirë për të lidhur dhe për të shijuar momentet e mira me të tjerët. Është një ditë e favorshme për të ndërtuar lidhje të reja, për të forcuar ato ekzistuese dhe për të përjetuar kënaqësi të thjeshta shoqërore.